A është Mbappé lojtari më i mirë në botror? Deri dje gjysa e Francës u kon të e kritikuar. Egoist, arrogant, po menon veç për vete. Po kur erdhi momenti më i madh, prap krejt e kthyn kryt kaj. Senegali po ja bën të jetën e zërshme Francës. Në pjesën e parë francez menzi po i lidhshin dy pasime. Ismail Assar bile huçin i rast që mund të mendru këtë ndeshjen. 0-0 e Franca pa ide. E interneti veç ja kish nis me fol. Tani erdhi minuta e 66. Topi të Mbappé, gol e 1-0. Jo veç e çeli ndeshjen, po me çat gol u bë golashënu si më i mirë në historitë Francës. Senegali nuk u dorëzu, po Franca e bën 2-0. Kur Senegali ngushtoi ndeshjen për 2-1, e për një moment u do sikur po kthehet prap ndeshja, po në shtesa del prap i njëjti. Mbappé me topin godet pe largësisë, gol 3-1. Loja aty mbaron. 2 golla, 3 pikë e një rekord i ri. Edhe një hap më afër rekordit klozës Messit për më shumë golla në historitë botrorit. Po tash pyetja është, apo e këshyrim lojtarin më të mirë të botrorit, apo lojtarin që ndoshta ka mu bo më i mirë në botror? Edhe për më shumë video si kjo, follow Urban FM e subscribe në YouTube.